Është librashitësi Azem Zogaj, i cili në të gjitha qytetet e Kosovës del me tavolinën e tij të mbushur me libra për të shitur ato. Të hënave mund ta gjesh në qendër të qytetit të Gjakovës, duke folur me adhuruesit e librave dhe bashkëbiseduar me ta për të shitur titujt e preferuar. Që 35 vite punoj kështu shesheve të qyteteve. Në Gjakovë normal vi mbas lufte, se deri në 2000-ën kom punu vetëm në Prishtinë. S'ka pas mundësi me lëvizje për qytetet tjera. Mbas lufte vi edhe në Gjakovë, vi në 2-3 javë tanëv, si ditë pazari. Zogaj thot se nuk mund të konkludohet asnjëherë se a lexojnë apo jo mjaftueshëm njerëzit. Leximi është përgatitje profesionale, është pasion me lexu, sidomos përgatitje profesionale. Duhet me ditë çka lexon, duhet me ditë edhe çka kërkon, edhe çka blen. Librari Zogaj ka më shumë se 3 dekada që bën këtë profesion, duke shëtitur pothuajse në të gjitha qytetet e Kosovës.